një moment të ri në këtë sferë, në trajtimin në mëtej, deri në aprovim, në vëmendje të veçantë duhet i kushtohet përgjegjësisë për pagesë, mos u pek përfitimeve në bazë të këtij fondi dhe natyrën e këtyre përfitimeve. Komisioni i Bashkëpunimit paret projektimin dhe nxitjes së investimeve. Krijohet një ligj i cili do të mundsojë lehtësim për çështjen e financave të ndërmarrjeve të vogla të mesme, dhe ky është një moment i ri në këtë sferë, në trajtimin në mëtej, deri në aprovim, në vëmendje të veçantë duhet i kushtohet përgjegjësisë për pagesë, mos u pek përfitimeve në bazë të këtij fondi dhe natyrën e këtyre përfitimeve. Komisioni i Bashkëpunimit paret projektimin. A new study has warned that 1/3 of all men currently aged under 20 in China will eventually die prematurely if they do not give up on smoking. The research, published in the Lancet Medical Journal, says 2/3 of men in China now start to smoke before 20. Around half of those men will die from the habit.